Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka mbjell tek pasardhësit e tij ato thelbin e mirënjohjes, sepse ka qenë ai i cili këtë rast që po e përmend, nuk ka nevojë me përshkruaj kur gjë më shumë. Mut'im ibn Adi ka qenë një kryeplak i një fisit të madh, i cili s'ka qenë besimtar. As fisi i tij. Por pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shku në Taif dhe duke u kthyer në Taif e kanë pengu me kaset që të hyjë në Mekë, është strehu tek fisi i Mut'im ibn Adi. Dhe Mut'im ibn Adi i ka jep një komoditet dhe një rahati dhe e ka marrë në garancën e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam tash kjo ka ndodhur në fund të periudhës mekase. Pejgamberi alayhis salam tash ka bëu hijret, ka ardhur në Medinë dhe ka formuar shtet dhe ka formuar ushtri dhe tash vije momenti i fiturës së parë, fiturës më madhështore në historinë tonë, fituria e Bedrit. Pasoj e zihen rob disa njerëz nga ata të cilët kishin dalë për ta luftuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata ishin numri 70 pravësisht të tyre. Pejgamberi alayhis salam nuk dinte se ç'të veproj me ta. Ndalet dhe kujtohet. Thot, po sikur Mut'im ibn Adi të më kish dërgu një letër, liroj krejt këta, i kisha liru si shkak i asaj që më ka strehu në ditë. Një bëmërsie. Do më thonë, kjo është nivel tjetër nivel tjetër i mirënjohjes. Ai nuk është musliman. Ai është idhujtar. Edhe strehimin që ka u pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një kohë krize, po ka qenë punë dite, 2 ditë, 3 ditë, apo kupton? Megjithatë pejgamberi alayhis salam po thot ai më pas fol, më pas dërgon një shkresë, lirej o Muhammed ata që kanë ardhur me më luftu, jo mu, po dhe fëmijët e mi, apo i kisha liru pa kompenzim, veç që ta ruaj çat lidhjen me të që e konformu, edhe pse ai ka vdek, është më interesant, po të kishin gjallë, Mut'im ibn Adi kish pas një sens. Do ja ka kthy që ti ma ke bënë të mirë ta ktheva. Ka vdek Mut'im ibn Adi. Nuk është gjallë. Madhështore. Po Allahu është i gjallë që e regjistron. Po kjo nuk pat veç se pasoja, po them kushtimisht pozitive. Biri i tij u bë musliman. Jubeir ibn Mut'im ibn Adi. Që do të thotë kur e pa se çfarë niveli të trajtimit ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ndaj atij që ka bënë të mirë, e kuptoj se nuk është shtirje morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por është burimor. Apo e ne kemi nevojë që secili nga ne bamirësinë, humanitetin, sakrificën, ndihmën, heshtjen, faljen dhe kështu me radhë. Të mos i bëjmë me interesa të shkurta, t'i bëjmë për hir të Allahut azza wa jall, sepse atëherë kemi me gjetë ndikimin e asaj bamirësie, ndikimin e asaj fjale të mirë, ndikimin e asaj ndihme dhe kështu me radhë, apo të mirënjohjes kemi me gjetë në momentet më të vështira dhe më kritike kanë për të na hap derën, apo kanë për të na hap horizonte, qoftë kuptimit, qoftë në rrafshin fizik kështu të problemeve dhe kështu me radhë. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i pari që na nuk kemi mundësi ta anashkalojmë asesi se çfarë mirënjohje kish.